Rëndësia dhe përfitimet e pronësisë industriale ishin në fokus të leksionit të hapur të mbajtur në Universitetin e Qrem Qabe nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale. Ky takim informues erdhi në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar mes dy institucioneve për të shpërndarë sa më tepër informacion mbi këtë fushë që mbetet akoma sfiduese për vendin tonë. Ne kemi obligimin shpirtëror edhe të ligjshëm që të paktën 2 herë në vit të ofrojmë orë leksionesh të hapura për rëndësinë e regjistrimit të objekteve të pronësisë industriale, për konceptet bazë të pronësisë intelektuale, si dhe për t'i dhënë mundësinë studentëve që të updatohen me arritjet e fundit në teknologji, me motorat e kërkimit që përparojnë nga viti në vit, që nëpërmjet organizatave ndërkombëtare me cilat neve aderojmë, ato të kenë mundësi të kenë hapësirë kërkimi, të kenë hapësira motivimi, sepse kreativiteti sot, sidomos për brezin e ri, është një nga ato gjërat që po japin edhe booster ekonomisë, po japin edhe po hapin dritare të reja për mënyrën se si të rritet gjithë botës mund të jenë në networksa, në të njëjtat networksa. Drejtoria mundohet që nëpërmjet një kalendari të vizitojë të gjitha universitetet në Shqipëri, sepse me pjesën më të madhe të universiteteve ne kemi krijuar marrëveshjet e bashkëpunimit. Në fokus kryesor për neve është arsimi qoftë ai sistemit parauniversitar, qoftë universitar, sepse është qeliza ku fillojnë ndryshimet. Kështu që të realizojmë edhe një nga detyrat funksionale që është promovimi i objekteve të pronësisë industriale, si dhe t'i vim në ndihmë të gjithë të rinjve, duke i mbështetur, duke i incentivuar ndonjëherë edhe me çmime, sepse për studentat ne kemi tarifa më të ulta për regjistrimin e shpikjeve të tyre, sepse në ditët e sotme po shikojmë që inovacioni është bërë hapi i parë dhe më i rëndësishëm, si dhe motori më kryesor i zhvillimit të ekonomisë së vendit. Po pse është i rëndësishëm regjistrimi i markave, patentave dhe dizenjove industriale? Nga që ligji ja njeh të drejtën atit që bën procesin e regjistrimit përpara, ai mund përfitojë nga shpikja jote, nga marka jote tregtare, nga produktet gjeografike që janë të rralla të zonës ku kultivohen, sepse këto janë objektet e pronësisë industriale, marka tregtare, dizenjot industriale, patentat për shpikje dhe treguesit gjeografik, që kanë të bëjnë me produktet dhe me zonat veçanta gjeografike në Republikën e Shqipërisë, që janë pafund, sepse ne kemi një klim që ofron shumë varietete. Pas burimeve njerëzore, pronësia industriale është aseti më i rëndësishëm i një kompanie. Kjo është edhe arsyeja pse nga kjo drejtori organizohen takime të tilla për ta shtrirë sensibilizimin në shkallë kombëtare.